Të nderuar teleshikues, për shkak të një defekti teknik jo që varen nga ne, nuk mund të lidhemi me kanalin WorldNet. Po vazhdojmë edicionin e lajmeve. Përfaqësia e rektoratit të Universitetit të Prishtinës në Tiranë në një mbledhje shprehu dhimbjen dhe indinjatën e thellë për vrasjen barbare të profesor doktor Femi Aganit. Është kjo një humbje për shkencën dhe politikën shqiptare. Profesor Agani ishte personalitet autoritar dhe i pakontestueshëm për të gjitha grupimet politike të Kosovës. Përfaqësia e rektoratit të Universitetit të Prishtinës në Tiranë i shpreh familjes Agani ngushëllimet më të sinqerta dhe njëherët njofton profesorët dhe studentët e Universitetit të Prishtinës që gjenden në Tiranë se mbledhja përkujtimore për profesor Femiun do të mbahet më 12 maj në orën 12 në lokalet e Universitetit Politeknik të Tiranës. Një delegacion i NATO-s qëndroi në Strug, ndërkohë që të ardhurit nga Kosova i ka vizituar edhe një delegacion japonez dhe humanistja dhe aktoria Vanessa Redgrave. Njofton Shaqir Foniqi. Struga tashmë ka marrë në përkujdesje afro 8.000 shqiptarë të përndjekur të Kosovës. Ata po hasin kudo mikpritjen buzë drinase, kurse për hallet e tyre po interesohen delegacionet e ndryshme ndërkombëtare. Një delegacion i NATO-s ka qëndruar në degën e Partisë Demokratike Shqiptare të Strugës, kurse përfaqësues të qeverisë japoneze vizituan shoqatën humanitare Nëna Tereze. Në Strug qëndroi edhe aktoria dhe humanistja Vanessa Redgrave, e cila në mesazhin e saj apeloi që shqiptarët të qëndrojnë sa më afër Kosovës. Është ftuar edhe nobelistin nga Kërqova Ferit Murati. Mirë po, ajo që brengos popullatën e këtushme është përzënia me tutjeshme shqiptarëve nga Kosova dhe shkurja e tyre në vendet e treta. Ndaj kësaj dukurie dhe për vrasjen e burgosjen e intelektualëve shqiptar ka reaguar klubi i shkrimtarëve shqiptar i Strugës. Mesazhet që shqiptarët e dëbuar të rrinë sa më afër Kosovës vijnë nga Shqipkovica e Debreshi, nga Veleshta Tateshi dhe nga mjedisit e shumta shqiptare. Për këtë qëllim, kurbeqarët e këtushëm kanë hjek dorë nga verimet e sivjetshme në mënyrë që shtëpitë e tyre t'u lënë në shfrytëzim vëllezërve nga Kosova, sepse nga rendja disave për të shkuar sa më larg Kosovës, sidomos e intelektualëve, sjell në pyetje seriozitetin tonë si komp. Vetëm duke mbetur në Kosovë dhe afër saj diskreditohen elaboratet famkeqe të Beogradit. Kosova do të mbijetojë në sajet të gjithëve, kurse garancë për këtë është ushtria qëllimtare e Kosovës dhe miqtë tanë evro-amerikan. Fëmijët kosovar janë ata që ndjejnë më shumë peshën e luftës dhe të largimit. Janë ata që do të mbajnë për një kohë të gjatë në mendjet e tyre dhunën dhe tmerrin e ngjarjeve që kanë përjetuar. Gjatë 2 ditëve të fundit, kufirin e Kosovës me Shqipërinë kanë kaluar rreth 20.000 shqiptar. Banorë të fshatrave dhe komunave të Gjakovës, Prizrenit e tjerë, dëshmojnë se dhuna dhe terrori serb ka shënuar një shkallëzim të paparë në krahasim me ditët e mëparshme. Burra, gra, pleq, të rinj dhe të reja po ndiqen, arrestohen, po ndahen nga të afërmit dhe po pushkatohen në mënyrat më barbare. Pjesa më e dhimbshme e kësaj tragjedie humane, panorame skajshme e politikës kriminale dhe terrorizmit shtetëror serb në Kosovë, janë padyshim edhe këta fëmijë të vegjël. Shpeshherë agjencitë e lajmeve apo rrjetet e ndryshme televizive nga shumë vende të botës kanë dëshmuar për vrasjen e fëmijëve, krime që arrin deri në barbari të padëgjuara për masakrimin e tyre, gjymtimin e të tjerë. Në Kosovë ka patur raste kur ushtarët serb kanë prerë duart, veshët apo krahët e fëmijëve të vegjël, u kanë nxjerrë atyre syt dhe i kanë shpërbërë në mënyrat më të llatarshme. Duart e tyre të ngritura lart dhe simboli i fitores në gishtat e tyre të njom është sfida më e madhe e brezit më të ri të Kosovës kundër vdekjes, krimeve dhe genocidit. Është kjo shprehje e qëndresës së një populli të tërë që të ardhmen e tij e ndërton nëpërmjet rilindjes dhe ringjalljes së pandalshme. Të nderuar teleshikues, këtu kemi përfunduar edicionin e lajmeve, së bashku mirupafshim. Kapitull të trishtueshëm të historisë së sotme të njerëzimit. Të dokumentosh këto fakte, një barbari të papërftyrueshme, njësimi i tyre ka vetëm një emërtesë: dhunë dhe krime mbi një popull martir që rrezikon të mohohet e të zhduket përmes spastrimit etnik të përbindshëm. Fundi i marsit dhe ditët e para të prillit në pikën e kufirit të Morinës, në verilindje të Shqipërisë, është vendi që përcjell krizën më të rëndë njerëzore evropiane që pas luftës së dytë botërore.
Rreth 300.000 shqiptar etnik, kosovar, dëbojnë me forcë dhe janë gjahu i bandave dhe uniformës ushtarake e policore sërbe. Tronditja e Ballkanit është pikërisht këtu. Janë pleq, gra dhe fëmijë të porsalindur, por edhe më keq, ata që mbrijnë në Shqipëri nuk kanë asnjë dokument identiteti. Kjo mos njoj është një tragjedi jo vetëm që duhet thënë, por duhet shkruar si një dokument i historisë. Emri i një qyteti që 4-5 fishohet brenda një dite është Kupsi. Ky qyteti i pritjes së parë, i të dëbuarve me forcë nga Kosova, është Kupsi, një emër që njihet në të gjithë botën. Një strehë e mbi 120.000 njerëzve çdo natë. Një vend i vogël që deri në ditët e para të majit përcolli në qytetet e tjera të Shqipërisë rreth gjysmë milion kosovar. Bashkë me shqiptarët, emergjenca e kombeve nxiton të japë ndihmën për përballimin e kësaj katastrofe njerëzore. Qendra dhe kampe të pritjes ngrihen në çdo qytet. Po aq sa dhe çdo portë e familjeve shqiptare bëhet një strehë dhe vatër e hapur për të lehtësuar dhimbjet e vëllezërve të një gjaku, shqiptarëve. Çdo ditë më shumë, kriza rëndon, ndërsa kanë zbrapsur përpjekjet e forcave armike për të depërtuar në drejtim të fshatrave të sapo përmendura. Ndërkohë, forcat armike janë parë të kenë vendosur artilerinë e tyre të rëndë në Trnavë e në Bellopoj. Në prag të vizitës së nesërme të sekretarit përgjithshëm të NATO-s Javier Solana në Shqipëri, zëdhënësi i Aleancës SHI në konferencën e sotme të shtypit u tha gazetarëve se NATO-ja është bërë një forcë ajrore shqiptarëve të zhvendosur dhe ajo garanton kthimin e tyre në Kosovë. Ndërkohë, sulmet e NATO-s kanë vazhduar me intensitet të shtuar mbi trupat toksore dhe mjetet e blinduara në Kosovë, si dhe në disa qytete të Serbisë, ku goditje më të mëdha ka marrë rajoni i Beogradit nga Brukseli. Keine Menschen, Pristina, eine Geisterstadt. Die Hauptstraße im Zentrum, früher belebt, heute kaum noch besucht. Ein Blick in die Seitenstraße zeigt warum. Die gesamte Innenstadt ist völlig zerbombt. Hier in diesem Viertel lebten Menschen verschiedener Abstammung, Serben, Türken, Albaner, seit Jahren zusammen. Vor 3 Wochen fielen die Bomben und zerstörten die Häuser aller. Die Menschen haben sich inzwischen auf das Leben zwischen Trümmern eingestellt. Die Zerstörung in der Stadt ist verheerender, als ich erwartet hatte, und überall Soldaten. Den Busbahnhof hat es auch schwer getroffen. Nur hier finden wir Leben in der Stadt, nur hier versammeln sich noch Menschen. Sie versuchen, einen der seltenen Busse zu erwischen. Doch niemand weiß, wann sie fahren. Tona janë vrarë mbi 50 paramilitar serb. Rruga Prishtinë-Leskovcë ndërkaq është bërë rrugë feri për forcat e armikut që lëvizin andej, njofton Muharrem Mahmutaj. Njësitë tona po operojnë për mrekulli dhe duke shfrytzuar dhe mundësitë që ofron terreni, po ndërmarrin sulme dhe kundërsulme të njëpasnjeshme, duke u bërë fer i vërtet për forcat serbe. Ndërkohë, magjistrale e qeverisë Prishtinë me Leskovcin është shndërruar në një varg të vërtetë për terroristë serb. Aksionet të suksesshme që kanë kryer ditët e fundit njësitë speciale të brigadës 158 zonës operative Llapit, ju shtuan brenda edhe një aksion tjetër. Gjatë këtij aksioni, kryer nga njësitë speciale të kësaj brigade, janë shkatëruar plotësisht 2 xhipa të mbushur për këtë paramilitar serb, të cilët po hynin nga Serbia për në Prishtinë. Lufta jonë shkrimtare po hyn në një fazë tjetër e rëndësishme, ndërsa strategjia që po përdoret Çekeja po jap asaj një dimension të ri, një ritëm të paparë deri më tani. Zona operative Llapit i quhen të pavërteta lojët serbe për gjojë të heqin një pjesë të ushtrisë së saj nga Kosova. Nga zona jonë nuk është hequr asnjë fort, përkundazi këto forca janë shtuar. E të pavarurve ka marrë përgjegjësinë për të udhëhequr Kosovën e popullin e saj në luftë për liri deri në zgjedhjet e lira. Lidhur me plotësimin e vendeve të lira në qeverinë e Kosovës nga LDK-ja, kryeministri tha se është në interes të vetë të lidhjes demokratike të Kosovës të ikën formave të bojkotit institucional dhe të respektojë marrëveshjen që e nënshkroi kryetari i saj.
Kjo qeveri është plotësuar edhe me pjesëmarrjen e partive të nacionaliteteve tjera që jetojnë në Kosovë. Kontestim të qeverisë kanë shfaqur disa individe grupe që janë thirrur në emër të institucioneve ta shenjë kohë të gjatë, duke mos kryer asnjë punë në interes të avancimit të çështjes kombëtare. Qeveria e Kosovës që nga formimi i saj, pohon zoti Thaçi, ka pasur kontakte të vazhdueshme me faktorët relevant të bashkësisë ndërkombëtare, të cilët kanë shfaqur respekt për trupën ekzekutive të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian kanë qenë të interesuara të vënë kontakte diplomatike, të cilat janë realizuar e po realizohen. Në një numër të shteteve kemi hapur zyrat e përfaqësive diplomatike të pranuara e të ndihmuara nga shtetet përkatëse. Lidhur me kthimin e mjeteve nga ish kryeministri Vukoshi, kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi tha se populli ka kryer obligimet e veta me përgjegjësi para atë dheut, por Vukoshi, i cili thirrej në emër të luftës, sabotonte atë. Këto mjete kanë qenë dhe janë ende të personalizuara nga Vukoshi dhe njerëzit e tij, të cilët për fat të keq i shfrytëzon me qëllim të futjes së mercenalizmit brenda shqiptar-kosovar dhe destabilizimit të Shqipërisë. Kujtojmë rolin e tij të drejtë për drejtë në nxitjen për grusht shtet në Shqipëri. Pasi përkujtoi se Kosova dhe pozicioni i saj politik në politikën ndërkombëtare është më i avancuar se asnjëherë, kryeministri Thaçi nënvizoi se Kosova më nuk është çështje jugoslave, por është çështje ndërkombëtare, për zgjidhjen e së cilës janë angazhuar faktorët politike ushtarak të botës si përcaktues të së ardhmes moderne. Ndërsa roli i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë ka qenë dhe do të mbetet vendimtar për të ardhmen e prosperitetit demokratik të shoqërisë kosovare, thekson Hashim Thaçi. Se a do të intervenojë NATO-ja me trupa toksore në Kosovë është procesi fushatës ushtarake të NATO-s kundër trupave ushtarake, policore, paramilitare serbe në Kosovë. Sa i përket armatosjes së UÇK-s nga NATO-ja, ajo nuk e ka armatosur UÇK-n, por as nuk e ka penguar. Sipas zotit Thaçi, vizitat e Rugovës në shtetet e perëndimit kanë mundur të jenë më të organizuara e më domethënëse për çështjen e Kosovës. Për vrasjen e profesor Aganit, kryeministri Thaçi, edhe në këtë intervistë për Kosova Presin, shpreh keqardhjen duke konsideruar atë atentat të drejtë për drejtë kundër shkencës, kulturës e politikës kosovare, kurse lirimin e Rugovës e konsideron enigmatik. Në pyetjen se a ekzistojnë dy qeveri të Kosovës, kryeministri Thaçi nënvizoi se Kosova ka një qeveri. Ajo është qeveria e përkohshme e Kosovës, e cila vepron në Kosovë. Është në interes të çështjes së Kosovës që opinioni të distancohet dhe të mos merret me klikën mafio-komuniste të Bukoshit e mercenarëve të tij, thekson në intervistën ekskluzive dhe në agjencisë së lajmeve Kosova Press, zoti Hashim Thaçi, kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Vazhdojmë edhe me disa informacije. Keine Gefahr. Ein Acker bei Lapjes Selo, ein Dorf nur 15 Kilometer von Pristina entfernt. Hier schlugen vor einigen Tagen NATO-Raketen ein. Die Bombenkrater nur wenige Meter hinter den Bauernhäusern, die Bombensplitter liegen noch überall herum. Ich besuche Žika Jović, dessen Haus